drejtësisë për anën të drejtës prokuratërës, së justisë së Shënjërë të marrë institucione dhe atë të eksperiencës përpara që ka qenë një tjetër përpara kryetarë, që atë kryetarë që orientë. Dhe kemi një pyetje dhe bashkësia e profesorës Mami, masteri do të jetë një përcjell i një navigatori që do të ndodhë në pjesë, apo do të jetë një përgatitje i specialistit të mirë për logistikën që do të shqyrtoj shërbimi i justisë. Fokusuar në dy drejtime, pra sepse brenda grupit që ne ishim vjetë që nga 30, një pjesë ishin në reformim dhe navigacion, të cilët korrektohen të ndrohen dhe pjesa tjetër vinin nga nuk ishte reformim navigacion, nuk ishte ekonomik, juridik, inxhinierik, ishte pjesë shtatme të autoritetës portuare të qytetarë, do t'ju përgatitet për pjesën e industrisë të logjistikës. Kështu që masteri është i plotë në të dy atë. Nuk përse kishte vështirësi, po të shikosh dhe lëndët për kapjen nga pjesa jonë, që nuk ishin bërë navigacion, sepse pjesa e lëndët, cifra dhe nga shërbet për profesionin tonë, për të vazhduar, për të rritur nga personale, ishte trajtuar të tjerë. Ajo që unë do të shtoja, pjesë politike, do të jetë se përveç logjistikës detale, duhet dhe logjistika brenda, ajo që thaka dhe kolegët, brenda ndërmarrjes ose dhe një emër kompanisë, organizatës, nisur dhe nga eksperiencë që fatë ku ishim në nisë në një projekt tjetër në Antwerp, në portin e Antwerpit, në pranë në qendrën më madhe logjistike të NATO, që është qendra më e madhe logjistike për Europën, dhe brenda një kompani gjigante ishte një sistemi i madh logjistik i jashtëzakonshëm. Pra kontineri që vinte nga qytetarë u përpunonte brenda ndërmarrjes në gjithë proceset e tyre derisa shkonte në destinacionin përpunëtar, që mund të ishte klienti në shtëpi ose shitja me takime. Prandaj mendoj që të jetë logjistika detale dhe logjistika e brenda kompanisë. Për të përgatitur. Pra ta zgjerojmë spektrin. Dhe një pyetje kam për kolegët dhe mbaroj që sa student që kanë bëruar masterin janë pjesë e stafit të tyre që punojnë sot? Kjo është pjesë e konkluzionit. Dhe bëjmë konkluzionin. Profesor Stella?